Përshëndetje, të nderuar anëtarë bashkiak TPG, fillon mbledhjen jashtërave të datës 13, fillojmë me rendin e ditës. Pikë e parë e rendit ditës është miratimi i rendit ditës mbledhjes. Jeni dakord me rendin e ditës? Pro, abstenim, kundra jo. Miratojmë. Atëherë në rend ditës kemi një projektvendim për miratimin e listës emërore të familje përfituese si dhe vlerës së bashkëfinancimit dhe qëllim përfitimin e fondeve a programit strehimi për mirësimin e banesave ekzistuese për vitin 2026. Matilda. Komisioni Ekonomisë në ditën e sotme pas diskutimit dhe me aparatin e bashkisë i propozon aparatit të Këshillit të hapin votimin dhe të kalojmë gjitha këto familje pasi emër për emër siç keni në listën para janë familje nevojë, me të ardhurat të ulta, me ndihmë ekonomike, me fakë, më shumë i shikoni keni bashkëlidur. Të gjitha atarët të hapin votim. Ka në i pyetje në diskutim? Po. Vaj mikrofon. Kam një pyetje. Po. Pyetje me administratin e bashkisë ka përfilluar polisa. Në nga thonë sa ka qenë pjesëmarrja e aplikuzve, sa e kanë përfituar, se këtu janë nga 64. Do të gjithë ata që aplikuan gjithë futën, apo ngjerën për probleme sa do t'i bëjnë nga ato. Nuk përfituar dot për shkak të kushteve që ka. Gati 26. Dhe kjo pak 26 pra. 24. Ndërmë kartë. E kam vjenë kjo pak, çdo të thotë kjo pak se mbledhova shumë që Vakë. Nëse mundet kishte edhe reduktive, për arsye se të emra që shikojmë nuk janë dhe ajtë vatë, Për zgjedhjen e bën Ministri i Ekonomisë aty. me që atë miratojmë që ka kaluar, unë jam dakord të kanojë. Vetëm këtë gjë për pjesëmarrjen e këto sa kanë qenë për qytetarë. Po. Atëherë ndëror qytetar në datën 23 pari 2026 në Bashkimin e Tepelen erdhi programi për mirësimin e kushteve të banesës për familjet e papafaqësuara. Është një program që bëhet në bashkëpunim me bashkimin dhe me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit. U bë shpallja në faqen zyrtare të bashkisë dhe u bë aplikimi pranë zyrave të bashkisë në bazë të certifikatës personale me kartën e identitetit dhe me certifikat personale të pronësisë. Ky ishte kushti për të bërë aplikimin e familjeve që kishin probleme me përmirësimin e banesave. Janë paraqitur të gjitha kërkesat janë paraqitur, janë pasur 46 kërkesa janë paraqitur për personit e kushtet. Dhe ne menduam që edhe mund të ketë një që ka pak të ardhur më shumë se të varfra se të papafaqësuara, por duke parë që ishte një numër jo shumë i madh kërkesash, menduam që t'i kalonim me të zeshtë dhe në bugjeti shtetit. Janë shumë pak persona që mund të ndërtuar, por që nuk plotësojnë kushtin kryesor, që është certifikata personale ose vërtetim hipotekor. Janë në përbërje disa familje, gjë që nuk ta lejon vetë Ministria i seleksionon sepse studia projektimit dhe ata që merr pastaj me i eliminojnë vetë. Pra 46 kërkesa janë administruar nga bashkia e
janë skualifikuar. Nuk kemi skualifikuar, por kanë hapur ngritur. Kanë shtëpi, nuk ka pas certifikat shtëpie. Nuk kanë certifikat pronësie. Pronësie, kanë shtëpi. Po. Dhe nuk të lejojnë ata të jenë disa veta në certifikat familjar. Dhe nuk mund ta bëj kërkesën një person në emër të gjithë tjerëve, sepse ndodh që thotë që ne s'duam ta rregullojmë me atje, po me krijojmë tu është një defekt. Ka familje që janë akoma më nevojë se sa ato që janë. Por që defekti më kryesor që nuk kanë certifikat pronësie. Si do ta vërtetë shpirtin. Një orë të dhirë certifikat. Ata më se janë në halla të tërë, po Nuk e certifikat, nuk e përshim. Ose do të kemi certifikat, programu të vazhdojë në visit, ose pastaj do bëjmë një paketë tjetër, do bëjmë një paketë tjetër, ose mund të bëjmë një paketë tjetër, që bashkia në rast të më të veçanta të bëjmë një ndërhyrje. Fondi është i përcaktuar apo sa do nxjerrë? Jo sa do nxjerrë. Fondi përcaktohet në bazë kërkesave, në bazë preventive që kanë dasur këto. Kemi 46 kërkesa, kemi 46 preventive këto që janë caktuar. I bën kërkesë ndërkohë që ne kemi në defekte, kemi shmuar aty, që na vjet të paguajnë 40% fondit ta paguajë bashkia. Për shkak të referencat që kanë ardhur që darën për kryen bashkinë e dependencë janë shumë më të larta se sa rrethet e tjera. E kemi 70 të darën për kryen, ndërkohë që përveç ligjërokrata përçyra me Marie nuk e kalojnë 2000 lekë. Në 2000 lekë pa kaluar 2000 lekë, 100% është fondi i shtetit. Nëse do kalosh të vlerën mbi 2000 lekë, pastaj fillon me përqindje. Ne futemi te 60 deri në 80.000 lekë, që na takon 40%. Ka ardhur referenca nga shtati, nuk e di nga vjen, të gjitha bashkitë dhe TPL-a 7.15, pra 7.000 lekë për kryer. Është më shumë se shkodra, 7.01 ka shkodra, 7.15 e kemi. Nuk e di ku është, ky është defekti e shkodrës së bashkisë, pra sa të vjen. S'është gabimi juaj. Jo, është kosto për ne që të paguajë bashkia. Ndërkohë që bashkia po të jetë në 2000 lekë, atë nuk i vjet paguajë 100% fondi i shtetit. Por kërkesat janë bërë, 46 janë bërë, 46 janë pasur në Faleminderit. Ka rëndë tjetër, apo ta e votim? Edhe votim, po. Pro, abstenim, kontra, jo. Një miratore. Atëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen. Shkënaqësi kryetar, shumë faleminderit.